Përshëndetje, pas një pauze një javore, fillojmë përsëri me podcastin We Economy. Jemi në epizodën e 6, sezoni i 2, edhe këtë epizodja kushtojmë situatës të fundit politike e cila ndodhi në Koçani, e cila rezultoi me viktimën e 59 njerëzve që humbën jetën nga ngjarja tragjike e cila ndodhi në atë klub natë apo diskotek që quhej Puls. Dhe të gjithë ram në përfundim, ose ajo që shihet kohën e fundit në opinion që dy janë shkaqet kryesore, para është korrupsioni i skajshëm i institucioneve publike dhe shtetit në përgjithësi, dhe e dyta është partizimi i institucioneve të cilët më shumë veprojnë si institucionet të cilat kanë gjitha elementet korruptive brenda, po pak shërbime cilësore. Prandaj këto dyja ngjarjet janë, këto dyja arsye që janë themi edhe arsye kryesore e cila rezultoi me vrasjen e këtyre 59 personave. Edhe unë dua që ta nisi bashkë me Abilin me një ngushëllim sinqert të gjithë familjeve të cilat kanë humbur fëmijët e tyre në këtë lloj ngjarje tragjike. Ne si podcast We Economy u shprehim ngushëllime të gjithë atyre familjarëve të viktimave, me shpresën që ato të cilat janë sot në spitale dhe rezultojnë të dëmtuar nga ky zjarr i tmerrshëm të kthehen sa më shpejt gjallë dhe shëndosh dhe në kondicion fizik të mirë pranë familjeve të tyre. Abil do shprehësh një ngushëllim. Gjithashtu, ne shpreh ngushëllimet më të thella për familjet të cilat i humbën të rinjtë e tyre. Gjithashtu edhe shprehi që ato të cilet u plagosën në këtë fatkeqësi të kenë shërim sa më të shpejt dhe të kthehen në jetën e tyre normale, në atë normalitetin sa do të mund të krijohet për ta. Po, e vërtet e tmerrshme, vërtet është një ndaj tragjeditë më të mëdha që ka kaluar shteti jon, mirë po thuhet edhe ndonjëherë në tragjedi dhe në mënyra të këqija rritet të zhvillohet kombi, zhvillohet shteti, mbase ne do mësojmë diçka nga kjo tragjedi. Fati i keq i joni që duhet gjithmonë mësojmë me një tragjedi ku rezulton të ketë edhe fatalitete, të ketë edhe vdekur, por gjithsesi ndoshta kjo është një lloj alarmi ose një wake up call si thonë amerikan, që të zgjohemi përfundimisht edhe të mund të krijojmë një debat më inkluzive se çfarë lloj institucionesh duam. Por ajo që të cilën dua ta ceki unë është që sot tema e këtij podcasti quhet korrupsioni vret. Edhe të gjithë podcastin ja kushtojmë familjarëve të viktimave dhe mundohemi të rezultojmë pse korrupsioni është një fenomen negativ, pse i erodon institucionet publike dhe pse nuk krijon mirëqenie ekonomike për shtetin, duke i dedikuar, thash edhe një herë, Koçanit, viktimave të Koçanit, e duke dhënë edhe mendimet tona, duke zbardhur se çfarë mendojmë ne për korrupsionin, i cili ka qenë nga pavarësia deri tani, por tani më veç është futur si pjesë normative e shoqërisë tonë. Unë mendoj që podcastin do e fillojmë pse Maqedonia është vend i korruptuar, pse Maqedonia sot rraditet ndër vendet më të korruptuara në Europë, mos them edhe në botë, edhe sot e kene në shoqërimin e Sudanit Jugor apo Somalis apo vendeve të Afrikës, të cilat tradicionalisht kanë qenë korruptuara, mos them pastaj në Europë me Bosnjën, me Shqipërinë, me Kosovën, gjithmonë janë tek pjesët e larta e sipërme të korrupsionit, edhe unë kam vendosur që t'i ndaj ose t'i them mendimet e mia, ndoshta nuk i keni dëgjuar më herët nëpër emisione televizive, podcaste, por do them diçka, do të artikuloj diçka të cilën ne gjithmonë flasim nëpër kafeterie, flasim nëpër grupe shoqërore, por mbase do mundohem të artikuloj mendimin e juaj në një lloj podcasti oficial ekonomik. Unë mendoj se ne jemi rezultat i një korrupsioni endemik i cili ka 3 shkaqe. E para është ekonomik, e dyta është politik dhe e treta është kulturor. Ekonomik, edhe pse korrupsioni e han zhvillimin ekonomik, unë mendoj se bazën e ka në ekonomi edhe e ka prej momentit kur Maqedonia ka u pavarësuar si shtet. Ne duhet ta themi dhe duhet të bindemi që kur kemi të pavarësuar nga Maqedonia bashkë me Kosovën, kemi qenë republika më e varfër
në Jugosllavi, në qoftë pajtohesh. Me parametra ekonomik, vend agrar, vend bujësor, ndoshta bujësinë e kemi patur si industrinë kryesore, pa elitë ekonomike, pa elitë intelektuale të madhe dhe pa elita të ndaja shoqërore si Republika, e cila ka qenë ma fragile, ma pak e zhvilluar, them edhe një bashkë me Kosovën. Edhe normalisht pa elitë të arsimuar, e cila themi 2/3 e popullsisë kanë qenë analfabet jo funksional, dhe duhet ta themi këtë, njerëz të pashkolluar, e cila nëse shkon 2-3 gjenerata më brapa, ka jetuar në standarde substandarde, për shembull, në shtëpia, ne themi me plita apo me balt, të cilat kanë ndikuar në zhvillimin. Tani këto persona abil, të cilat e kanë përjetuar këtë lloj varfërie të skajshme, këtë lloj inferioritet ekonomik kërshi republikave tjera, erdhën në 92-shin dhe krijuan elitën politike të Maqedonisë. E mban mend ato skenat që kishte, domethënë, të deputetëve të parë të Maqedonisë, e mban mend Lupçe Georgievski, i cili ishte, domethënë, veshjet e këtyre personave të cilë ishin të varfura, ose deputetët shqiptarë të cilat nga gazdimi i madh që bën deputet, i shikoje që i vinë edhe nga por gjithsesi nuk flasim për sinqeritetin e tyre, flasim për situatën ekonomike. Tani imagjinoa këto persona, të cilat kanë jetuar dhe kanë përjetuar varfrinë, këto tani kanë ardhur në pozicione vendimarrëse. Gjë e parë që ato kanë bërë është që ta përmirësojnë mirëqenien e familjarëve të tyre. Gjendja e keqe ekonomike i ka shtyrë ato që të merren me korrupsion, të përfitojnë të mira materiale nga pozicioni për të patur më tepër krijuan elitat e tyre, do të thosh. Po, domethënë, arsyet ekonomike edhe varfëria e skajshme ekonomike edhe degët industriale që ka qenë bujësia dhe blegtoria dhe analfabetizmi jonë, dhe pastaj mundësia që me njëherë këto personat futen, bën deputet, bën ministra, e kthyen pastaj pozicionin publik si diçka e cila mund të zhvillohet dhe mund pasurohet familja e tyre, për shkak se ato persone kanë përjetuar varfrinë. Një lloj si Evropa e Bashkuar, kur kalonte nga lufta e dytë botërore, njerëz të varfër, dhe pastaj krijuan një union më të madh ekonomik për ta luftuar varfrinë që e pan nga lufta e dytë botërore. Tek ne, domethënë, Maqedonia ka qenë ndoshta republika më e pazhvilluar bashkë me Kosovën edhe mirëqenia ekonomike e këtyre personave të cilat kanë qenë ministra ka qenë shumë e varfër. Edhe këto tani u deshën të merren me korrupsione për të arritur mirëqenien e vet personale dhe familjare. Unë mendoj se kjo është baza, ekonomia është baza. E dyta është pjesa politike. Unë mendoj se konstellacioni politik i joni, i një shteti i cili ka 2 etni apo 3 etni më mëdha politike, edhe ka një kryeministër i cili, në fakt, ne kemi një kryeministër de jure, ama kemi 2-3 kryeministër de facto. Grupi etnik shqiptar ka kryetarin e partisë pushtetit dhe ai operon si kryeministër. Edhe këto tani menda nuk kanë sinkronizim të programeve politike, edhe duke i patur kaq diversitet madh politik, ato krijojnë edhe në ekonomi thomi xhepat korrupsionit. Domethënë, prandaj ti sot ke momentin kur vjen ndonjë lloj partie politike shqiptare nga Pollogu, edhe të gjitha investimet publike shkojnë atje. Pastaj kur ke nga Struga, mund të shkojnë atje, apo nga vendet. Këto shpesh në ekonomi, shpesh në të kaluarën kemi folur për oligarkët e Shtipit, për oligarkët domethënë në aty vendin që ku vijnë këto, Shtipi ka qenë Strumicës e kështu me radhë. Atëherë, domethënë çdo lloj figure e madhe politike që vjen për shkak të konstellacionit politik të cilën ne e kemi de jure, e kemi, domethënë, me një kryeministër dhe një ministër, po de facto kemi më tepër kryeministra, sepse ato marrin pjesë në qeveri pa sinkronizim të programeve politike, dhe ato pastaj krijon xhepat korrupsionit, sepse mundohen që të ndihmojnë partinë e vet politika, por rajonin nga të cilat ato vinë. Dhe e treta është arsye kulturore. Unë mendoj se grupet etnike në Maqedoni, asnjëri nga këto nuk e sheh Maqedoninë si shtetin e vet. Domethënë, të gjithë grupet etnike kryesore kanë një shtet rezerv, shtet am të vetin, edhe shqiptarët e kanë Shqipërinë, edhe bosnjakët e kanë Bosnjën, edhe turqit e kanë Turqinë, edhe Maqedonët, për fatin e keq që është grupi më i madh etnik në vend,
e përjeton shtetin si diçka që është domethënë e kalueshme, është në tranzicion. Edhe ato prandaj sot kur i shef më tepër janë të lidhur me Serbinë ose disa pjesë me Bullgarinë sesa vetë me vetë shtetin. Unë jam një nga ato persona të cilat besojnë që nëse grupi më i madh etnik në vend është interesuar që të ketë mirëqenie ekonomike, ato do t'i ndihmojnë vëllezërit e më të vegjël për të patur për të kontribuar në mirëqenien e këtij shteti. Por edhe ato e shohin shtetin si diçka të kalueshme në një unioni tjetër slav apo në një unioni tjetër ortodoks, i cili do i futën të gjitha slavët me një vend edhe do njëherë përgjithmonë do e ndaj punën me shqiptarët. Ndërkohë që shqiptarët e shohin Shqipërinë apo Kosovën si vende ku është e natyshme, domethënë mund ta shohin pjesën kulturore, gjuhësore kështu me radhë. Turqit, bosnjakët nuk e shohin këtë shtet, edhe kjo i bën këto që derisa kanë pozicione publike të mund vjedhin se përsëri do kthehen te shteti i ami veti. Edhe kjo është thjesht një tranzicion që i do të kaloj. Mendoj këto janë tre arsyet kryesore që i ceka unë, të lutem tani bashkangjitur e ti me... Ka bo një hyrje jashtëzakonisht shumë të mirë, unë do të filloj, provokove të pjesa e ndarjes të atij shtetit madh dhe shkuam u bën thërmime të shteteve tjera, por ama unë pajtohem me një gjë se atëherë në atë shtet ka pas një farë lloj sistemi, apo? Kanë krijuar një farë lloj sistemi me të cilën nuk është lejuar të bëhen disa gjëra të cilat bëhen sot. Dhe nëse të kujtohet pas pavarësimit të Maqedonisë, neve na ndodhen në seri na kanë ndodhur disa tragjedia të cilat kanë pas jashtëzakonisht viktima të mëdha, po rënja e 2 aeroplaneve në Maqedoni ka qenë në mungesë të atij sistemi sepse nuk ka prodhuar kuadre etj. Dhe nuk u dëshmua se çka ishte si ishte situata, po duel në fund se ka qenë një gabim teknik. Mandej mos t'i përmendim edhe ato trazirat të cilat ndodheshin të ne për çështjen e flamurit etj. Domethënë gjithë kjo për mungesë ose rënimit të një sistemi, pa marrë parasysh, unë tash nuk hyja ka qenë ai sistemi i mirë apo i keq, nëse më pyet mua sistemi komunist unë nuk e dua. Si ideologji nuk e don, ama jo si sistem. Ka pas një farë lloj sistemi. Dhe në momentin kur ti duhesh të ta bësh update atë sistem, të hapësh atij sistemi një farë lloj vlere, të hapësh një farë lloj merita demokratike, ta çojsh në aspektin e moskapjes të ative elitave politike, t'i japin më shumë pushtet dhënje popullit, ti dhe në vitin 2000 nuk ke pas një farë lloj gap situatë ku një etni jashtëzakonisht madhe ke përjashtuar për sistemi dhe nuk e ke ndërtuar sistemin nga ana tjetër, por ke munduar të krijosh një farë lloj sistemi imagjinar ku ke menduar se në mënyra represive do ta mbash një popull tjetër. E tash pas vitit 2000 ndodha ajo që ndodh edhe më shkon ky sistem nuk bëhet update. Unë në fillim kur e filluam këtë podcastin, sa për kuriozitet ishte kur i uruam apo fituesit të çmimit Nobel Darona Acemoglu dhe Robinsonit kur tham e fituan një çmim Nobel për ekonomi dhe ishte ajo pse dështojnë popujt dhe shumë jashtëzakonisht mirë ose kombet kështu më origjinal dhe aty jashtëzakonisht mirë nuk përmendet korrupsioni si term korruptiv, por e shpjegojnë se si elitat politike për interesat e tyre e ngulfatin edhe zhvillimin ekonomik të një vendit, edhe zhvillimin politik, demokratik të një vendit, po edhe më e rëndë është zhvillimin inovativ të vendit. Domethënë, te ne disi sikurse është ndërprej, është ndalë diku kjo koha. Dhe Visar, e di nëse ke shkuar në Maqedoninë Lindore, se ne më shumë frekventojmë ndoshta Maqedoninë Perëndimore, po ka ndodhur shpesh shkoj në Maqedoninë Lindore dhe në shumicën e rasteve ka komentuar se këtu koha është ndalë. Domethënë bukfalisht është ndalë prej viteve, si të themi, viteve 90 dhe këndej nuk ka asgjë. Dhe tash unë konkretik do të kapem bashkë për objektin. Dhe nëse shef objektin dhe nëse lidh objektin me modernizmin e ç'a duhet të bëhet ai objekti, ti tmerrohesh se si është i ndërtuar ai objekti dhe askush mos ta kujtohet se si të bëhen disa kushte të mira edhe për zhvillimin ekonomik të atij vendit, edhe për zhvillimin kultural të atyre njerëzve aty që kanë shkuar në mahenge etj. Dhe mos flas mandej për ato pozitat e sigurisë, e punës etj. Do thonë, aty sigurisht se koha është bukfalisht e ndalur dhe ti jeton në një dimension tjetër, apo jemi në një dimension tjetër. Dhe befasisht ndodh ajo që ndodh. Unë nuk them se tragjeditë mund të evitohen.
Më thonë ato ndodhen, do të ndodhin, çdo herë do të vinë. Mirë po, jo me pasoja kaq të mëdha. Domethënë, për atë ne e flasim këtë pjesën e korrupsionit, pse korrupsioni vret për arsye se nëse ne kishim pas disa sistemi, nëse sistemi kishte funksionuar mirë, ndoshta nuk do të kishte kaq viktima në atë lokal. Se ne patjetër që në një tragjedi të tillë edhe nëpër vendet e zhvilluara ndodhin tragjeditë, po jo me viktima kaq shumë. Edhe me mos flasim andaj pjesën e dytë, pjesën e tretë se si sistemi shëndetësor kishte qasje, se si sistemi social kishte këtu qasje, se si sistemi ndihmave kishte këtu qasje etj. Domethënë, krejt kjo është në rënimin e sipër për arsye se te ne unë kështu do them shpërndarja, a mund ta përmendi këtë termin, shpërndarja e pasunisë, shpërndarja e mirë e buxhetit të shtetit, aty ku duhet, ku është më prioritet, të ne dështoj. Dhe kjo është korrupsioni. Jo, do flasim, to janë pasojat, domethënë, të cilat e sjellin korrupsionin. Ndoshta do të futemi atje te pjesa e pasojave. Jo, është a kishte diçka në lidhje me historiatin, pse ne jemi nga kjo që thash unë i tregova tre arsyet e mia, ti mbase mund të kesh tuat. Vetëm një pasojë e madhe. Te ne nuk arritëm, do atë që e përmend atë pjesën 10 vjeçare kur shtypesh te një popull tjetër për XY arsye të cilat ende nuk mund t'i sqarojnë. Më thonë edhe privatizimi i egër të cilët u bën në vendin tonë ishte një nga pasojat e mëdha që krijoi elita. Unë nuk mund t'i them këto oligarkë, këto janë thjesht biznesmenë të vegjël, sepse oligarkët i shohin në vendet e bllokut lindor, që janë me të vërtetë oligarkë, që kanë jashtëzakonisht pasuri të madhe dhe impakt shumë të madh nëpër shumë pore filantropike kështu në thonjza kisha thënë. Shumë bukur e përmende privatizimin si proces të cilën e kemi përmendur shpesh në podcastet tona ne. Edhe kjo pastaj është një arsye e cila e tregon pse Maqedonia është kaq e korruptuar, sepse e nisi keq, me një jetë keq, me qëllim të keq, gjithë procesin e vet të mbi themelet të kalpta të zhvillimit të shtetit. Korrupsioni ishte epizodi i parë, siç kemi ne episodin në podcastet tona, episodi i parë i një shteti i cili filloi nga fillimi me korrupsion. U vodh prona publike, u vodhen asete shtetërore dhe kaluan në duart e një numër të caktuar njerëzish. E tani këto janë arsyet. Pasoja që kemi nga korrupsioni janë disa. Në ekonomi e themi domethënë vjedhja e kësaj krijon një lloj pabarazie të klasave shoqërore. Sot në gjithë botën pak njerëz kanë në dorë një numër të madh kapitalit, por ato e kanë bërë kapitalin për shkak të fuqisë nga sipërmarrjet e tyre apo nga biznesi i tyre të cilën e kanë nisë si startup e deri në kompani globale. Ne për fatin e keq këtu e kemi krijuar këtë lloj pasuri nga vjedhja e pronës shtetërore. Domethënë sot kemi rastin kur 10% sipas Bankës Botërore, 10% e bizneseve ose popullatës kanë 90% kapitalit Maqedoni. Imagjinoni çfarë pabarazie shoqërore është kjo? Absolutisht. Edhe e dyta e cila e ndikon këtë lloj pabarazie shtetërore është se neve na kthehen dy klasa shoqërore, të varfër dhe të pasur, ose super të pasur dhe super të varfër. Ti ke 2/3 e popullatës që jeton me $2 në ditë, edhe ke personat të cilat kanë weekend house në Halkidiki, kanë shtëpia nëpër Turqi ose nëpër Shqipëri, në det. Sot gjiri i Lalzës nuk është asnjë lloj sekreti, e cila është tax haven, është si thomi pjesa shpirtërore e politikanëve tonë ku shkojnë të pushojnë atje për shkak të korrupsionit të madh. Domethënë kjo lloj pabarazie, kjo lloj korrupsion ka sjellë pabarazi shoqërore dhe pabarazi shoqërore ka bërë që të kemi dy lloj grupesh, super të varfër dhe super të asaj. Një arsye tjetër ekonomike është si pasojë e një korrupsioni është që korrupsioni, nuk e dia e din, e ke lexuar dikund, që sjellën dikun deri 5% të prodhimit bruto vendor ulje në qoftë se shteti është i korruptuar, në qoftë se është mbi atë 40% e percepcionit të korrupsionit, sepse korrupsioni nuk mund të matet përveç se ti pyesësh qytetarët si percepcion ta shohin. Për shtetet të cilat janë të korruptuara mbi 40% si percepcion që ka
indeks të madh të korrupsionit mbi 40, siç e bën matjen institucionet relevante, tregojnë që kanë rënje ose kanë mos zhvillim deri në 5% të prodhimit bruto vendor në vit, që për mendimin tim është goxha e madhe dhe erodon sistemin dhe zhvillimin dhe mirëqenien e çdo qytetari. Po. Dhe e treta, për të ta dhënë pastaj fjalën patjetër të tij, është që kjo kosto në 5% e bruto vendimit vendor është në terma absolut, ndërkohë që në terma relativ është 700 milion euro. 700 milion euro në çdo vit paguajmë për ta mbajtur gjallë korrupsionin, për ta mbajtur gjallë atë personin që i bën prokurime në institucione publike, për ta mbajtur gjallë i sistemi i cili bazohet mbi rishfet, i cili bazohet mbi gjithçka që ka të bëjë me shërbimet publike cilësore. Dhe e treta, dhe do ta mbyll pse për ta thënë fjalën ty, është që në Maqedoninë e Veriut dy institucionet më relevante të cilat ne sot do duhet të mburremi, që janë korruptorë, është gjyqësori dhe shëndetësia. 40% e popullatës thonë që pa mos dhënë rishfet në shëndetësi ti s'mund të kesh. Dhe rishfeti është direkt, është aktiv dhe është indirekt. Aktiv është kur ti jep mjekut apo dikujt i cili kërkon rishfet për ta shëruar veten apo prindin apo kështu me radhë, dhe indirekt është kur thotë dëgjoj ne s'kemi asnjë ilaç në repart, këtu shko bleti ilaçet apo gazet apo këto, sepse nëse nuk i bie ne nuk mund ta trajtojmë fëmijën, prindin e kështu me radhë. Aktivi është edhe një herë kur nga dera thotë çdo kush, nga pastrusja deri te modat medicinale, deri te doktori kryesor që duhet t'japi rishfet për të trajtuar unë në shëndetësi, dhe inaktiv apo jo aktiv është kur ti duhet t'ja sjellësh ushqimin prindit apo fëmijët, duhet t'ja sjellësh gazat ditore apo ilaçet apo gjithçka të cilat nuk i posedon institucioni publik. Kam një ndjesi, Visar, se dia pajtohesh, por këtë dekadën e fundit e kemi biseduar edhe kemi qenë edhe misafir në përvende, kemi biseduar shpesh për këto fenomenet ekonomike kryesisht, pa e përmendur korrupsionin. Në një moment, nëse nuk na ndodhin këto tragjedi të cilat neve na ndodhin, sikurse filluam edhe të arsyetojmë këtë punë. Kësaj frigojmë më shumë. Filluam ta jetojmë në këtë realitet. Se kjo është normë veprimi, tamam, është normë veprimi. Është gjë normal, derisa nuk na ndodhin këto tragjedi sikurse është në Koçani, edhe ambulanta modulare në Tetov, edhe autobusat të cilat ndodhen në rrpat. Ne sikurse kësaj frigojmë, kësaj gjendjes më shumë, sikurse ne u adaptuam me këto situata që na ndodhin. Ashtu është. Kjo është problem për sistemin. Shive, nëse ne nuk kemi pjesë aktive, e them të gjitha për qytetarët, një farë thirrje, nëse nuk kemi pjesë aktive, nuk them pjesë aktive politike në parti politike, po pjesë aktive e ndryshimit të sistemit. Do të kemi çdo herë pasoja të tilla të cilat ne flasim. Sigur se na kanë vënduar në atë vorbullën e tyre, edhe tash ti ke ngelur në atë pjesën e atij korrupsionit atyre që është, edhe nuk mund dalësh më prej tyre. Për këtë arsye them, ndonjëherë edhe atë që e flasim ne edhe parametrat ekonomik kur i bëjmë, sikur se më duket vetja edhe dy fytyrësh, për arsye se këtë parametrin e korrupsionit ne asnjë nuk e marrin në analizat tona ekonomike. Kjo është skandaloze. Edhe filluam ta jetojmë këtë. Kjo më tmerron më shumë. Nuk e dia pajtohesh me këtë, por është bën një gjendje. Pajtohem edhe e ndaj këtë lloj sentiment me ty. Unë desha të them edhe një herë çfarë është korrupsioni si fenomen dhe pasoja që ka në ekonomi. I përmendëm ato makroekonomike që ka për prodhimin bruto vendor, ka për zhvillimin ekonomik se ngadalson. Tani nëse kthehemi pak më në nivel mikroekonomik, ka disa lloj pasojash të cilat na fusin në një lloj pabarazie ndërmjet kompanive. E para është domethënë që
asnjë investitor i huaj nuk vinë në një shtet korruptuar. Domethënë ato ulin ndjeshëm investimet e huaja. Sot shtetet ose nuk flasim për prokurime publike për ndërtu rruga, sepse atje ka korrupsion kur ai kompania e madhe globale, sido që ta ketë emrin, jep korrupsion dhe merr para për ndërtuar një korridor. Unë flas për kompanitë të cilat veprojnë në dinamikat e ekonomisë tregut. Ai i cili don të bëjë biznes nga Maqedonia me konsumator të Maqedonisë dhe çet produkte dhe shërbime këtu në nivel të ekonomisë tregut, këto persona gjë e parë që është e shohin një herë sigurinë e pronës vet, të investimit veç që do bëjnë, edhe e dyta është a është shteti korruptiv i cili nuk do jetë i përfshirë në korrupsionin, sepse çdo administrator civil i cili do t'i kërkonte korrupsion, ato nuk e parapëlqejnë këto shtete dhe mundohen që të shkojnë nëpër demokraci më të etabluara se sa demokracia të brishta me korrupsion të madh. Domethënë investimet të huaja. Çfarë janë investimet të huaja? Pse janë të rëndësishme? E para është një se ato sillin transfer të know-how-ve, dijeve, vendeve të reja të punës, kapital të freskët e kështu me radhë. Ne sot nuk kemi investitorë tuaj, kemi zona ekonomike të cilat janë dikund nuk i shef kërkush. Nuk i shef, ama dhe nuk kanë tizat, nuk kanë ndonjë edhe impakt ke madh investimet tuaja si kompania Bethel & Enka, të cilat sot ndoshta janë përfshirë në korrupsion, ndoshta jo, por ndërtojnë korridore strategjike që ka të bëjnë me rrugë edhe i paguan e gjithë shoqëria. Domethënë investimet e huaja nuk duan që të ketë pabarazi në kuptimin e marrjes. Edhe pastaj ke edhe korrupsion, kuptimin që unë nxjerr rregullore të ndryshme, shteti brish demokratik dhe politik gjithmonë kur ka ndryshim të qeverive, ka ndryshime të ligjeve, edhe ato nuk duan një ambient të pabarabartë dhe fluid kuptimin e ligjeve, edhe mundohen të shkojnë nëpër demokracitë e etabluara. Domethënë investimet e huaja bien. E dyta është nuk i bie sipërmarrjet lokale dhe sipërmarrjet vendase në mënyrë të barabartë. Pse? Sepse ti je një shtet i cili favorizon kompanitë dhe këtu kene ti e din se sa herë ka ndodhur kjo. Kompanitë që janë të afërta me një klik politike, sot kur ka inspeksione me telefon, më shko te kjo kompani sepse janë tonat, apo më shko te kjo kompani sepse mi ka financuar kampanjat e mia. Domethënë ti momentin kur kur ke institucionet korruptuara, ti ke pabarazi ndërmjet kompanive, sepse edhe vet ato inspekcione që bën, po edhe vet subvencione që jepen atyre që i ke të afërt ti si kompani. Mi po korrupsioni përveç kompanive dhe përveç investimeve ndodhen nga dogana. Imagjinoje sot ka raste për shembull që unë i di se në dogan ka patur raste kur ti duhet t'i japish një personi të një lloj rushfeti edhe mund të futish produkte të cilat futen zezë. Kjo përveç që ka një lloj impakti të madh për ekonominë formale, sepse ai personi ka paguar taksa, ka paguar dogan edhe fund çmimi i tij apo i saj është më i madh, ky personi i cili futet në zezë futet më njëherë në pabarazi sepse e ka koston e prodhimit, informaliteti. Po e dyta, që është më e rëndësishme, ne sot nuk kemi të një ekonomi të zhvilluar me teknologji të madhe, ne kemi ushqimore dhe ilaçe. Imagjinoje se si ato persona mund të falsifikojnë etiketat e datës së skadimit, kur ti e futën tregun nëpër mal apo e futën nëpër maune, e cila i futën një personi dhe një rishfet doganieri në xhep, edhe në fund ne mund të konsumojmë edhe produkte të cilat nuk janë pjesë e taksave të vendit të cilat ne financojmë arsimin, kulturën, shëndetësinë e kështu me radhë, por edhe të një produkti i cili është i skaduar teknikisht, por shitet sikur se ka afat skadimi. Domethënë, kjo është edhe vetë 40% e personave janë. Dhe e treta edhe pjesën ekonomike do ta përfundoj është që ka raste, unë i di nga kompanitë që më kanë kontaktuar ose kanë patur dhe një lloj bashkëpunimi formal, raste kur nuk i tatohet produkti sepse ndonjë doganier është lidhur me konkurrencën e tij apo të saj, edhe i rinë duke krijuar barriere administrative të ndryshme që ky person edhe korrupsioni nuk e ndihmon, që ky korrupsion t'i rinë malli ose lënda e parë në kufi me muaj të tërë, ti humbet skadimi, afati skadimit, edhe ky mall
të mund të shpallet domethënë i pavlefshëm, por edhe të ketë një stopim të produktit që konkurenca tjetër të mund të shetë në ndërkohë. Domethënë Maqedonia është bërë shtet sot i klikave të korruptuara edhe sot pabarazia në konkurrencë shumë e madhe. Do të thosh diçka? Jo, desha të them për fat të keq ne e përmende vetëm dy ato aspektin e shëndetësisë, e përmende edhe të ekonomisë, po harruam se korrupsioni ka shumë është i ngujuar fellë në sektorin e arsimit, ku duhet të prodhohen kjo ndjesia se ti je i barabartë me të gjitha. Do thonë se ti mund të jesh konkurrent vendin e punës, se ti mund të jesh i aftë për të bërë një punë, se ti mund të jesh inovativ për një punë. Edhe këtu filloi edhe kjo arsimi filloi ta mbys. Domethënë këtë gjenerat të rive, të cilat filluan më ta kërkojnë jetë të krijojnë jetë jashtë vendit ton, jo për arsye se nuk ka të holla këtu ose nuk paguhen, po për arsye se ajo është e mjaftueshme nga ky sistem i cili nuk i trajton njerëzit të barabartë. Do thonë, ne nuk e përmendëm edhe administratën publike për fat keq, e cila nuk ka një tretman korrekt ndaj të gjithë punonjësit aty që janë brenda, po edhe dyta, procedurat të cilat bëhen aty brenda janë procedurat të cilat as nuk vërejnë si duhet, as nuk bëhen si duhet, dhe ky rasti me këtë diskoteku tregua se ndoshta procedura ka lëvizur, por ama nuk ka lëvizur ashtu si duhet, për arsye se pikërisht mos shkollimi i njerëzve ose është frapante kur e shpjegoi edhe ky kryetari i këtij asociacionit të komunave kur tha se ne nuk kemi inspektor të mjaftueshëm të shkolluar për t'i parë të gjithë këto lëshime të cilat bëhen. Domethënë jashtëzakonisht shumë gjëra të cilat ky sistem i dështoi edhe ende është duke u kalbur më shumë dhe më shumë. Po ajo që thua ti që të rinjt i ikin disa nga arsyet i përmend, disa nga arsyet tjera janë që domethënë kur ti ke një ekonomi jo formale, ke më pak pare për investime publike, ke më pak pare për shërbime publike, por edhe ke një fenomen të cilën e përmenda unë fillim, domethënë për shkak të konstellacionit politik, ne diversiteti politik, etnik, kulturor, gjysor, të ne nuk është përparësi, por është handicap. Por ka edhe një gjë të cilat sot do ta cekim që nëse vjen një parti politike që e ka selin pollok, ai të gjitha burimet i drejton drejt pollogut. Edhe ose nëse ke një parti politike që është në shkup, mundohet që të mund. Edhe prandaj sot ti ke rajone të pabarabarta të zhvillimit ekonomik, sepse lidhen me oligarkë veçantë ose me vendimmarrës politik, që është formë e korrupsionit sepse nuk e trajton vendin në mënyrë uniforme të njëjtë. Domethënë edhe që është më e keqe është se sot ka akoma kryetar komunar të cilat e pranojnë edhe publikisht, të cilat thonë që ne nuk mund të marrim para publike sepse nuk jemi me partinë pushtet. Ose akoma më e keqe është që ne kandidat për kryetar komune sepse jemi në qeveri dhe na ndihmon qeveria. Do të imagjino vetë fali që ti thua që unë do na ndihmoj qeveria, ti krijon një lloj racizëm dhe një lloj diskriminimi që vend të jetë të thuash që unë kam projekte edhe do mundohem që të arris domethënë qëndrueshmërinë, të arris mirëqenien e qytetarëve lokal nëpërmjet projekteve lokale kështu me radhë, ti tan kohës thjesht në pushtetin qendror. Domethënë kjo është. Edhe e treta, korrupsioni rrit koston e jetesës, e cila është goxha e madhe për shkak të informalitetit, për shkak të çmimeve të larta që duhet japin këto kompani në rishfet, këto këtë pagun konsumatori në fund. Edhe prandaj sot nuk habitemi kur themi që ka çmime të larta. Pse? Sepse çdo kujt duhet të shtish në xhep edhe ajo në fund e rritën koston e prodhimit në fund, edhe njerëzit nuk shohin më perspektivë në këtë shtet. Pastaj mos flasim për personat të cilat kanë bënë me trurin. Sot një shtet i korruptuar nuk do trut pavarur. Ai kërkon trurit që i bindet korrupsionit. Edhe nëse deri një kohë kemi folur për fenomenin korrupsionin si fenomen, tani pak para se theti që korrupsioni është normë veprimi. Edhe nëse ti nuk jep lek ose nuk jep para, ti nuk mund të operosh, nuk mund të jetosh. Nëse a bë
modus vivendi ose modus operandi i Joni është bë model jetese, atëherë këto nuk është përjashtim, po është mënyrë jetese, njerëzit të cilat janë të ri dhe duan të bëjnë karrierë këtu, nuk e shohin vetëm një vend të korruptuar. Absolutisht po. Do të thonë, unë mendoj se jemi edhe nga fundi. Edhe jo, në qoftë në fund edhe thomi çfarë masash mund të marrim, domethënë. Nuk e di, domethënë, nga këto ngjarje të cilat na ndodhi janë disa gjëra. Unë thash disa i përmenda, domethënë, nëse nuk ka qytetar aktiv në gjithë këta tjetë, kur them qytetar aktiv atë si e përmendë, nëse duhet një kryetar komune të zgjidhet si kryetar komune, do zgjidhet ai i cili do të sjell projekte në atë komunë, ai i cili do ta krijon një mirëqenie më të mirë ekonomike për qytetarët e vet. Thonë ne flasim për një decentralizim kur është shteti më i centralizuar ndoshta në po decentralizimi mbase mund po sepse ju japim një pjesë më aktive. E di pse them këtë, sepse zgjedhjet parlamentare në çdo 4 vite dhe ndoshta këto deputetët atë mënyra do të thonë qasja proaktive e qytetarit me ta është më e vogël se sa nga ajo pjesa e komunave. Kemi bërë një emision edhe për komunave, për zhvillimin e komunave, kemi bërë dhe për fat keq qytetarët tonë në vend se të jenë pjesë aktive të pjesa e komunave, unë prapë do ta thirrë sistemin e vjetër. Aty ndoshta ka pas si i quajnë në thojza mesna zajednica, të cilët kanë qenë çdo herë aktiv në atë pjesën e atij sistemit komunist të cilët mua nuk më pëlqen, por ama kanë qenë aktiv. Sot kjo nuk ekziston te qytetarët tonë, domethënë. Nuk ka, domethënë, nuk e di, në një mënyrë kur kemi rrjete sociale, kur kemi teknikë dhe teknologji të zhvilluar, që ti mos jesh pjesë aktive e ndryshimeve të këtyre gjërave, më duket absurd kjo. Edhe unë do filloj me atë ku përfundova atje. Qytetarët duhet masat aktive që ta ulim korrupsionin janë 2-3, mund të themi edhe 10 tjera, po 2-3 kryesorja. Qytetarët pajtohen me ty duhet të jenë watchdogs, do të thonë të jenë monitoruesi kryesor i pushtetit lokal dhe qendror. Mund vjen keq që buxhetet kur aprovohen nga pushteti lokal thirrën dhe qytetarët në për ato debatën sepse janë seanca publike edhe politikanët thonë që vetdia e qytetarëve për të marrë pjesë në ato seanca është shumë e ulët. Do të thonë qytetarët sot duhet të jenë korrektuesi kryesor i pushteteve lokale dhe qendrore dhe duhet të marrin pjesë kur bëhet debat për buxhetin e vitit të ardhshëm. Do të thonë pjesëmarrja e qytetarëve është shumë e rëndësishme. Digitalizimi i prokurimeve publike. Ne kishim një software e cili e financoi USAID, edhe e quhej ajo për buxhetin, domethënë është shtetëror, edhe qytetari mund të futesh edhe çdo institucion mund ta kërkonte me search, me kërkim, edhe të shikonte të gjitha prokurimet publike që i ka bërë institucion dhe nesër mund të kërkonte transparencë në lidhje me argjimin që ka. Ai software apo ai lloj prokurimi publik digital nuk ekziston më sepse femëroi kur erdh e tha hapta se unë do ta zhduk këtë, nuk kam për ta vazhduar. Nuk mundesh të jetë një qeveri që pretendon të jetë kundër korrupsionit me një moment kur prokurimet publike i bën në përzyrat individuale dhe në katër sy edhe në si parti politike. Digitalizimi i prokurimeve publike është shumë e rëndësishme. Do të thonë buxheti vjetor kur krijohet të ndahet ajo pie chart ose ajo lloj ku shkojnë paratë tona publike, edhe prokurimet për çdo lloj institucioni veç të mund kërkohen edhe nesër gazetarët, investiguesit, raportuesit të mund thonë po ke harxuar 40.000 euro, ku i ke harxuar, pse i ke harxuar, të krijohet një lloj tragu mbi këto. Edhe e treta që mendoj unë është që shoqëria civile duhet merr pjesë më tepër në monitorimin e parave publike dhe në monitorimin e ligjeve dhe monitorimin e shërbimeve publike, proceseve politike, sepse shoqëria civile është pjesa jo qeveritare, jo politike dhe mund ndihmoj shumë duke i dhënë edhe eksperiencë teknike edhe eksperiencë profesionale, po edhe një lloj monitorimi të parave publike. Në qoftë se këto 3 grupe edhe këto 3 procese ne i përjashtojmë, ne sot vetëm mund të folim deklarativisht për korrupsion, po mos bëjmë asnjë gjë dhe me korrupsionin. Unë me kaq e mbylli këtë pjesë. E përmbyllëm, folëm për një fenomen i cili do duhet flitet edhe kur nuk kemi tragjedia të tilla, ndoshta ndonjëherë duhet ta përmendim edhe më shpesh pjesën e korrupsionit, do të vetëdijsojmë ndoshta edhe pak qytetarët se do të jenë pjesë e luftës kundër këtij fenomeni.
Mendoj se u thanë gjitha, thanë, kjo që e vendum është asaj që e themi si korrupsioni me të vërtet vret, për fat të keq u dëshmua edhe te kjo tragjedi e cila ndodhi tani. Po, përveç se korrupsioni vret, ajo e harxhon edhe gjëra të treja, në qoftë se sot ti ke marr një rishfet vogël, a ke kontribuar që të hikin një gjeneratë e re njerëzish, e cila do duhet të ishte pjesa më produktive e shoqërisë, gjenerata e cila do duhet të integrojnë në ekonominë, arsim në shëndetësi, ato i kanë ikur sepse nuk mund të jetojnë me një sistem i cili është skajshmërisht i korruptuar, edhe ajo është gjenerata e cila nuk mund zëvendësohet. 100 euro, 200 euro që i ke dhënë korrupsion mbase mund të rikthehet mbrapsht nga ndonjë lloj aktiviteti ekonomik, por ti ke kontribuar që sot ketë 500.000 njerëz që kanë ikur nga Maqedonia, edhe unë besoj që ky lloj resursi është aq i pazavendësueshëm, edhe do ketë pasojat ndaja për një shtet vogël si ky joni. Me kaq ne përfundojmë me shpresën që këto lloj tragjedi nuk do ndodhin në të ardhmen, ose të paktën të jenë në konceptet menaxhueshme dhe jenë të vogla, me të cilat do të tregoj që sistemi funksionon dhe ditë menaxhoj me këto lloj temi fatkeqësisht. Me shpresën që do jeni ju mirë me shëndet, ta ritakohemi javën e ardhshme në tema të reja. Mirupafshim. Natën e mirë.